Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridebate, kampionatin kombëtar të debatit, i cili zhvillohet dhe zbatohet nga organizata Liburneti. Kemi në edicionin e 9. Sot ndodhemi në qytetin e Fushkrujës për të zhvilluar fazën rajonale të radhës, sikurse është midis dy shkollave përfaqësuese nga Shote Galica. Një duar tërkitje për skuadrën. Dhe në krahun e tyre përballë apo në krahun tim të djathtë, shkolla Skënderbeu nga Kryja, një duar tërkitje për ta. Është bërë në mënyrë të përsëritur, por duhet t'i falenderojmë ata që bëjnë të mundur zhvillimin edhe këtë projekt, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinis apo edhe AMSHC, të cilët gjirasin t'i falenderoj, sepse bëjnë të mundur vazhdimsinë e këtij projekti që ka në qendër zhvillimin e mendimit kritik tek shkollat e mesme, me të rinjt pra, që janë pjesë e këtyre skuadrave të përcaktuara dhe të përzgjedhura të filtruara nga mësuesit tuaja që bëjnë të mundur edhe përgatitjen dhe ju sjellin kaq mirë në çdo sesion debati që kemi, ndaj dua një duar tërkitje edhe për mësuesit. Ky projekt nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishte një staf të mirë organizuar, sikurse është stafi i Liburnetit. Ndaj sot me ne do të kemi edhe një juri që do të bëjë vlerësimin e këtij debati. Me ne është Angela Gjaka, juriste në profesion, debatuese kemi Harold Kogja, vjen nga organizata PVN, pjesë e shoqërisë civile, pjesë e shumë projekteve që kanë të bëjnë edhe me debatin, pse jo. Dhe nga ana tjetër, Eliverta Muço, e cila rikthehet në rolin e gjykatëses, pjesë e organizatës Liburnetik prej shumë vitesh, e një formatin nga viti i parë i këtij kampionati që ne kemi menduar ta risjellim dhe ta bëjmë Ridebate, sepse çdo vit ne debatojmë, çdo vit sjellim argumente të rinj, sjellim tema të reja, sjellim të rinj them unë. Sikur se janë sot. Ndaj, pa humbur kohë, do të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Debati i skuadrave do të përqendrohet në temën transformimi i menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtim social dhe dështimin e sistemit. Kjo është tema. Do e lexoj edhe një herë. Transformimi i menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtim social dhe dështimin e sistemit. Besoj temën ju e njihni. Do të ndajmë tani qëndrimet që do të mbajnë dy skuadrat. Të ky glob i vogël do të ftoj Kesin, meqenëse është afër, dhe në debatin e dytë do të zgjedhë shkolla Skënderbeu. Po. I kemi lidhur mirë. E tregojmë nga kamera. Pro do të jetë skuadra e Shote Galicës në këtë debat të parë dhe kundër do të jetë skuadra e Skënderbeut. Jo, s'ka shanse. Ja kush. Mirë, nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Mund të ndërveproni me antarët e tjerë të skuadrës, që skuadra mund të jap element statistikash, analizash apo ku ta di unë edhe të thurni një formë strategjie përse i përket edhe radhës, aty ku jeni, po. Po. S'ka filluar koha, kështu që rriqet. Mund të filloni tani.
Jemi gati të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave, nga 1 minutë për secilin nga anëtarët e skuadrës, maksimalisht. Zgjidhni ju, shfrytëzoni ju sa më mirë kohën për dhënë argumentin bindës. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro dhe pastaj do të pasohet nga skuadra që mban qëndrimin kundër. Suksese. Desha ta nis fillimisht me një si tip hyrje, mund të them. Atëherë tranzicioni me një hershëm i shërbimeve publike online, mund të them që është një hap shumë i rëndësishëm drejt si modernizimit ashtu të aksesit më të lehtë për qytetarët. Nga ana tjetër, ky tranzicion pavarësisht se ka shumë anë pozitive, ka dhe disa pengesa që has në këtë proces. Prandaj, dua të them fillimisht që unë besoj që ky tranzicion ka vetëm anë pozitive, sepse sipas një studimi nga revista Sustainability, doli në pas se një tranzicion i tillë rrit të ndjeshëm efikasitetin administrativ dhe eliminon burokracitë. Pra nuk është më nevojshme që të presim në sportele dhe të sorollatemi nga njëri tek tjetri. Gjithashtu nga ana tjetër, këto shërbime online na mundsojnë ne shërbime më cilësore, si në aspektin e kohës, po ashtu dhe në aspektin e aksesit. Gjithashtu edhe automatizimi dhe thjeshtimi i rrjedhave të punës bën që ne të marrim shërbime më të shpejta dhe me më pak pengesa administrative. Kjo është ajo që mund të them. Përshëndetje, e dëgjova me kujdes argumentin tënd, pra nuk mendon se transformimi me njëhershëm digital do të shndrojë një problem mjaft serioz në momentin që këto infrastruktura nuk do të ishin të zhvilluara në mënyrë të barabartë. Atëherë marrim shkaz edhe nga Shqipëria, ku transformimi me njëhershëm digital nuk është i qëndrueshëm, duke qenë se mbështetet një realitet i cili nuk është i barabartë për të gjithë. Edhe pse Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka digitalizuar rreth 95% të shërbimeve dhe ka hapur mjaft platforma të ndryshme, përsëri nuk mbështetet pra një realitet të përbashkët. Në bazë të disa të dhënave të marra nga Instat, atëherë na paraqet qartë që problemin ku 10 deri në 15% e qytetarëve nuk kanë akses të plotë në internet, sidomos ato të zonat rurale. Madje nuk kanë edhe disa prej pajisjeve teknologjike bazë. Gjithashtu, sipas disa të dhënave të tjera të marra nga Eurostat, na paraqet ku vetëm 23% e qytetarëve kanë pra zhvillim dhe aftësi për baza teknologjike, ndërsa pjesa tjetër, siç është pjesa e të moshuarve, mbetën pothuajse të përjashtuar nga kjo teknologji. Atëherë, digitalizimi me njëhershëm i sistemeve digitalizimi i sistemeve bën të mundur institucione më të përgjegjshme. Çdo veprim që kryhet në administratë me anë të këtyre sistemeve bën të mundur që të këto veprime të ruhen dhe që të mos humbasin. Në një sistem digital, vendimarrja nuk përcaktohet tek një person i cili është i veçantë ose që të marrë këto vendime në lidhje me këtë temë, por që përqendrohet tek procedurat e standardizuara. Dhe duke ndodhur kështu, tek qytetarët krijohet më shumë besim, dhe Përshëndetje, dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, por duhet kuptojmë se digitalizimi me njëhershëm has debate politike dhe mekanizma shumë të institucional që e pengojnë këtë digitalizim. Për shembull, Gjermania, një shtet goxha i fuqishëm, sipas OECD, në Gjermani vetëm 70% e shërbimeve janë të digitalizuara. Dhe sipas European Union, vetëm 54% e qytetarëve gjerman përdorin shërbimet online. Gjë që na tregon që edhe nëse këto shërbime digitalizohen, mund të mos hasin përdorim. Kjo ka të bëjë drejt për drejt me ekonominë qarkulluese. Pra këto fakte orientojnë më shumë drejt një sistemi linear, ku edhe nëse investohet, edhe nëse shpenzohet kapital, ka gjasa që shumë këto shpenzime të shkojnë në dëmb, sepse nuk hasin përdorim, pra dalin jashtë funksioni. Gjithashtu duhet kuptojmë që transformimi në njëhershëm digital është i vështirë, sepse kërkon mekanizma të qartë, kërkon kohë dhe stabilitet. Gjithashtu nuk duhet harrojmë që serverat e Albanias apo SMIP-it kanë rënë shpeshherë. Shqipëria nuk ka servera të mjaftueshëm dhe nuk ka cilësi të mirë të serverave për përballuar këto sisteme. Atëherë, transformimi digital dhe standardizimi i shërbimeve publike nuk është synimi i një vendi vetëm, sepse nuk mund marrë vetëm Gjermaninë. Në fakt është pikë synimi shumë vendeve të mëdha në zhvillim dhe shumë prej tyre kanë arritur këtë.
Dhe Shqipëria madje, pavarësisht se jemi një vend i vogël, ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm drejt integrimit digital në vitin 2022 me lançimin e një platforme online si e-Albania. Dhe sipas disa studimeve të fundit, rezulton se mbi 90% e shërbimeve publike në Shqipëri dhe transaksioneve kryen me anë të e-Albanias, duke na bërë të theksojmë se kjo platformë po kthehet në një pjesë shumë të rëndësishme të përditshmërisë dhe nevojave tona. Përshëndetje, dëgjova vëmendje argumentin tënd, ama mendoj se transformimi i menjëhershëm digital nuk është eficient, por është një ftesë e hapur për kolapsin e sigurisë kombëtare. Sipas raportit të IBM-s në vitin 2023, kostoja e vjedhjes së të dhënave ka arrit në 4.45 milion dollar. Dhe kur sistemi kthehet all digital brenda natës, normalisht krijohet një arkive madhe të dhënash biometrike, shëndetësore apo dhe bankare, të cilat hakerat i kanë më lehtë i pushtojnë se sa shteti ynë t'i mbrojë. Rezultati është mjaft i qartë. Në lidhje me atë që theti, për lançimin e e-Albanias në vitin 2022. Po në të njëjtin vit, sulmet kibernetike ndaj e-Albanias të Shqipërisë kanë bërë që të shpërndahen të dhënet e 637.000 qytetarëve dhe jo vetëm kaq. Pak më vonë u shpërndan edhe 530.000 targa automjetesh. Dhe kur të dhënat dalin në treg të zi, si mund të jetë kjo ekonomi qarkulluese? Unë mendoj se është thjesht një ekonomi e thyer. Faleminderit. Përshëndetje, jam dakord me mendimin tënd, por që digitalizimi i shërbimeve publike ka shumë përparësi. Për shembull, ai mund të sjellë kursime financiare si për qeverinë, ashtu edhe për qytetarët. Kostoja e përpunimit të procedurave bie ndjeshëm në krahasim me përdorimin manual dhe tradicional. Kjo le të kuptojmë ose nënkupton se ofrimi i shërbimeve publike ul shpenzimet operative, kurse në kohë dhe para, si për qytetarët që shmangin udhëtimet e gjata, shërbime online u lejojnë qytetarëve edhe në zonat, u lejojnë aksesin qytetarëve edhe në zonat e largëta. Atëherë unë bie ndesh me mendimin tënd, sepse nëse një shtet i vogël si Shqipëria, apo nëse një vend shtet tjetër i vogël, që ose aplikojnë digitalizimin e që ose aplikojnë digitalizimin e administratë publike do të cilte në fillim një kosto shumë të madhe, sepse serverat, trajnimi i punëtorëve që do të punojnë në atë administratë, apo dhe trajnimi i qytetarëve të cilët do ta përdorin atë administratë, do të kërkonte një kosto shumë të lartë, e cila nuk të përballohen nga GPD-ja e shteteve të vogla. Nëse marrim një rast konkret, Parlamenti Evropian ka ulur adaptimin e administratës publike si një avancim i pa nevojshëm për shtetet e vogla, sepse ato kanë nevojë të përhapen në ekonominë vendore dhe jo në ekonomi të tjera siç është aplikimi i administratës digjitale. Përshëndetje. Kemi edhe vende më të vogla të cilat janë Estonia dhe Lituania që kanë bërë të mundur digitalizimin e këtyre dhe ja kanë dalë shumë mirë me sukses. Dhe sa për sulmet e hakerave, do të thuash, është një platformë e cila quhet blockchain, që përdorin dhe Gjermania, shtetet e mëdha dhe shtetet e vogla, të cilat bëjnë të pamundur manipulimin e sistemeve të digitalizimit. Dhe kjo është të cilët një besim të popullit tonë që neve na mundëson kjo platformë të ecim drejt. Dhe sa për parlamentet dhe këto, neve na duhet një platformë sepse edhe parlamentet të gjitha kanë një platformë të tyre që mund të hedhin dokumentet dhe mund të ruajnë këto në një arkive shumë të sigurta. Përshëndetje. Ju përmendët në fakt sulmet kibernetike. Në fakt, sulmet kibernetike rrisin rrezikun e transformimit të menjëhershëm digital në shërbimet publike dhe madje edhe ndaj sistemeve të tjera publike që ne mund të përdorim në jetën tonë përditshme. Sa më shumë sisteme që të jenë online, aq më e madhe bëhet rreziku i këtyre sipërfaqeve për hakerët. Vetëm në Shqipëri, platforma e-Albania ka mbi 14 milion vizita mujore dhe mbi 33 milion tranzicione digjitale. Kjo tregon varësi ndaj sistemeve online dhe rrjedhshmërisht edhe një rrezik kur ato sulmohen. Një shembull konkret është ai para pak ditëve, ku Kuvendi i Shqipërisë u sulmua nga një sulm kibernetik
i cili dha një akses të pa autorizuar, madje edhe një fshirë të disa të dhënave në disa sisteme. Kjo tregon qartë se edhe sistemet më të rëndësishme, pra institucione më të rëndësishme mund të jenë të cënueshme. Dhe dalmi në konkluzionin që transformimi me një hershëm digital rrit rrezikun dhe funksionimin e shtetit. Përshëndetje, e dëgjova mendimin tënd, por nuk jam as pak dakord me të, sepse edhe pa avancuar akoma kaq bukur teknologjia, kemi publikimin e gjendjes civile të 2009-s, që është akoma në Google, mund ta shikojmë, ndërkohë teknologjia digjitale është në progres të vazhdueshëm dhe nuk pyet nëse vendi jonë është gati apo jo. Ajo është vetëm në vazhdim dhe kjo është një zgjidhje jonë nëse duam të përshtatemi me të apo jo. Gjithashtu dua të përmend që ne jemi një ndër vendet e para në rajonin tonë që kemi ndërmarr hapin për të kaluar çdo shërbim online. Përshëndetje, e dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por digitalizimi i shpejt mund të ndikojë në ndarjen e grupeve sociale, të cilat nuk mund të kenë aftësi apo akses në gjitha shërbimet online. Sipas Eurostat, rreth 56% e qytetarëve të BE-s kanë akses digital, gjë që tregon se edhe gjithë pothuajse gjysma e popullsisë nuk kanë aftësi digjitale mbi këto shërbime online. Dhe po të flasim gjithashtu edhe për vendin ton, ku rreth 23% e qytetarëve kanë informacion mbi digitalizimin, por pothuajse më shumë se gjysma e popullsisë nuk ka fare akses mbi digitalizimin. Dhe gjithashtu kemi edhe grup mosha 64 deri në 74 vjeç, ku nuk din fare mbi internetin, pra dhe kjo tregon rrezik në përjashtim social, në qoftë se çdo gjë do të bëhet në mënyrë digjitale. Përshëndetje, atëherë me mendimin tënd nuk jam as pak dakord, pasi nëse një shtet e merr vendimin që do të digitalizohet, pra shërbimet sociale do të digitalizohen, atëherë do të hapen disa të cilat do i vinë ndihmë qytetarëve, pra të cilat nuk kanë mundësi, siç mund të marrim për shembull kancelarit. Por transformimi me një hershëm digital në ofrimet e shërbimeve publike, gjithashtu na ndihmon neve të shpërbëjmë lehtësisht korrupsionin, sepse shpërbën kontaktet e menjëhershme fizike. Pra, të cilat eliminojnë gjithashtu dhe kontaktin e marrëveshjeve në dorë. Pra, si për shembull konkret, mund të marrim shtetin e Estonisë, e cila mbi 90% të shërbimeve sociale dhe e shërbimeve publike dhe sociale i ka kthyer të digitalizuara dhe e cila ka ndikuar shumë në besimin e popullit tek ky vend. Përshëndetje, e vlerësoj opinionin tënd, por mendoj që edhe pse digitalizimi po avancon, shërbimet digjitale nuk kanë plotësisht të disponueshme online dhe bën që kontakti me administratën të mos reduktohet i gjithë dhe krijon edhe hapësirë për ndërhyrje informale. Këtë situatë mbështes sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit nga Transparency International, e cila Shqipëria në bazë të dhënave të fundit renditet me pikë në 37 nga 100, ku 0 pikë tregon korrupsion tepër të lartë dhe 100 pikë tregon korrupsion tepër të ulët, e cila bën që vendi ynë të renditet në një nivel problematik krahasuar me standardet europiane. Gjithashtu, kjo jo vetëm që nuk e zhduk kontaktin me administratën, por lë hapësirë edhe për vonesa dhe për ndërhyrje informale, ku këtu lind edhe problemi real. Gjithashtu do doja të përmendja edhe një përvojë personale, ku në dhjetor të vitit 2025 Albania pati probleme me funksionimin, e cila bëri që personat me raporte invaliditeti nuk i plotësuan dot lirat e tyre dhe nuk i morën pagesa për një periudhë pothuajse 2 muaj deri në mars të këtij viti, falni. Gjithashtu edhe shërbimet digjitale nuk janë 100% të monitoruara mirë dhe lë hapësirë për manipulimin në nivel teknik. Pra edhe pse digitalizimi synon transparencë, nuk është i pjesëshëm dhe nuk e ul korrupsionin. Atëherë, përshëndetje. Atëherë, transformimi digital i shtetit tonë është një nga zhvillimet më të duara që ka bërë shteti jonë. Siç e dim, shteti jonë ka pasur shumë probleme në korrupsionin ballë për ballë, gjë që çon në një shtet pa themel. Vendosja e transformimit digital është duke ndaluar këtë. Për argumente që u tha që Shqipëria nuk ka zhvillim të madh në teknologji, tani e dim që brezat që po vinë po bëhen më të ditur që në fillore për pjesën e teknologjisë. Ato po mësojnë lëndën, siç e dim, tikun për që në fillore. Gjithashtu ju tha që do ketë koste të mëdha për zhvillimin e teknologjisë. Kjo
kjo kosto më mirë që të futen në zhvillimin e teknologjisë, se sa të futen në korrupsionin që po ndodh. Ne jemi një shtet që pretendojmë që të futen në Bashkimin Evropian. Atëherë të dëgjova me kujdes, por transformimi njëhershëm digital i shërbimeve publike, për mendimin tim, përbën një rrezik për humbjen e vendeve të punës. Sipas një studimi të McKinsey Company, rreth 25 deri në 30% e vendeve të punës me shërbime publike mund të automatizohen. Kjo do të thotë që shumë punonjës të mbeten pa punë, sidomos ato me pa aftësi teknologjike. Gjithashtu, sipas Bankës Botërore, 1 deri në 4 qytetarë kanë aftësi të kufizuara digjitale, çka çon në përjashtime sociale, ku shumë punonjës nuk arrin të aksesojnë edhe të dhënat bazë. Ky transformim, në qoftë se bëhet i shpejt dhe pa mbështetje, mund të thellojë pabarazit dhe të çojë në prishjen e stabilitetit social. Një shembull konkret është edhe përdorimi i sistemeve automatike dhe aplikimet online që kanë zëvendësuar punonësit nëpër sportele, duke ulur numrin e nevojës për staf fizik dhe duke lënë shumë punonjës pa punë. Pra, digitalizimi nuk është thjesht një zgjidhje, por në qoftë se nuk menaxhohet mirë, ai mund të kthehet në një problem tepër të rëndësishëm. Faleminderit. Mirë, faleminderit dy skuadrave. Do të vijojmë me debatin e dytë, debati i liderave. Në këtë përballje do të kemi Joelin dhe Kesin, si dy përfaqësues të skuadrave, për një nga temat spontane që do të zbuloj tani Juria përmes zgjedhjes rastësore te këto zarfët këtu. Aroldi, më qenë se apo Angela? Hajde. Okay. Po. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është justifikuar. Po e përsëris sërish. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është i justifikuar. Është e qartë tema? Okej. Mirë, faleminderit Angela. Tani do zgjedhim qëndrimin që do të mbajnë liderat në këtë debat të dytë. Joeli. Kundër. Përsëri kundër. Pro do të jetë Casey. Ja ku e kemi? Pro. Mirë. Nga ky moment keni 7 minuta kohë për gatitore.
liderave në këtë përballje për sa i takon temës a është i justifikuar përdorimi apo lejimi i telefonave celular për të rinj nga mosha 15 deri në 17 vjeç. Pra nuk po flasim për mos përdorim total, por po flasim për justifikim. Pra a duhet ta përdorim, pse duhet ta përdorim, si duhet ta përdorim? Të gjitha këto janë pyetje që do t'i jepni përgjigje juve. Mirë? Suksese. Atëherë, me zhvillimin me ritme të shpejta të teknologjisë, mund të them sigurisht që është shtuar dhe përdorimi i celularit nga gjitha grup moshat. Domosdoshmërisht është vënë re shtimi në grup moshën siç e tham 15 deri 17 vjeç. Por mendoj që ky nuk është një problem, sepse duke qenë se teknologjia po zhvillohet me ritme kaq shpejta, është e domosdoshme që dhe ne të jemi në të njëjtën hap me botën moderne. Pra që ne mos të mbetemi të privuar nga gjithë të mirat që na ofron interneti, sepse interneti dhe rrjetet sociale, domethënë, janë një burm shumë i madh i informacionit që na zgjeron njohuri dhe na ndihmojnë në detyra shkollore dhe mund të them janë një lloj mësuesi personal. Përse mendimin tënd, por duke vazhduar që nga ideja pse gjitha rrjetet sociale apo gjitha platformat online nuk lejen përdorimin e platformave online nën moshat 18 vjeç, lidhet me rrezikun e abuzimeve online. Unë mendoj se këto abuzime online janë të gjitha siç e dimë dhe shumë raste në Shqipëri që janë nën grup mosha 18 vjeç që ndodhin shumë abuzime, me qindra abuzime, të cilat është rritur edhe numri psikologëve nëpër institucione shtetërore për shkak të abuzimeve online nën grup mosha 18 vjeç, kryesisht dhe moshat e adoleshencës 15-17. Vazhdojmë gjithashtu edhe me trafikimin i cili lidhet me marrjen e informacioneve nga këto grup mosha. Lidhemi edhe gjithashtu me pabërëqësinë penale, të cilët fëmijët nuk kanë pabërëqësi penale dhe vazhdojnë duke kërcënuar dikën në emër të dikujt tjetër, sharë, ofenduar, sepse nuk kanë përgjegjësi penale normalisht. Ndikon gjithashtu edhe përballje me informacione plus 18, të cilat janë si faqe siç e njohim të gjithë dark webi, apo edhe informacionet seksuale të cilat ndikojnë këto grup mosha. Kemi ndërtimin e shëndetit fizik dhe mendor. Shëndeti fizik kryesisht ndikohet nga aplikimi i madh i fëmijëve ose i moshave 15, kryesisht 15 deri 17 vjeç, por flasim për adoleshentët, të cilat shpenzojnë shumë kohë që rrinë në rrjetet sociale apo dhe platforma online. Gjithashtu kemi edhe ndërtimin e shëndetit mendor, i cili është ndërtimi psikologjik, i cili vjen nga këto abuzimet, nga këto kërcënimet online ose nga vjedhja e informacioneve online, duke bërë që kemi kërcënim. Shkakton angth dhe depresion. Atëherë se shtjellimi ishte çik i gjatë. Nisur me pjesën e abuzimit. Mund të them që ka kufizime të moshës, pra çdo aplikacion ti kur hy mund të përcaktosh moshën dhe kjo mundson që mos të kesh faqe të përmbajtjeve të papërshtatshme dhe mund të përmend për shembull emailin, të cilin ti ke kufizimin e moshës dhe e vendos moshën 15, domethënë aq sa që dhe kjo të pengon që ti të kesh këto pengesa që ti përmende. Për sa i përket shëndetit fizik dhe shëndetit mendor, mund të them që ekzistojnë shumë platforma online, siç është shërbimi social 116, madje në shkollën tonë është bërë dhe një promovim i kësaj organizate, të cilët i ndihmojnë të rinj që kanë këto probleme, pra me bullizimin online dhe nga një përvojë personale e dikujt në klasën time, ka ndodhur që është mbyllur faqja e rrjetit social, pra nuk është problem, mjafton që ti dish se kujt ti referohesh. Përsa i përket pjesës kufizimit, mund të them që kjo është një problem që sigurisht që ekziston, sepse koha e gjatë e shpenzimit në celular, koha e shpenzuar në celular është shumë e gjatë. Por ky kufizim duhet vijë nga prindërit, pra prindërit duhet të jenë më të përgjegjshëm dhe mos t'i lënë fëmijët që ta përdorin kur të duan. Dhe mund të them që në rastet kur ne nuk përdorim celularin, kjo mund të çojë dhe në një mos përjashtim social, sepse domosdo ne duhet jemi të prirur, domethënë të orientuar drejt shumicës, sepse kjo mund të çojë dhe në bullizim, domethënë ti përmendje që dëmton shëndetin fizik, por nga ana tjetër dhe dalin probleme të tjera. Pra ne duhet t'i përdorim, por duhet jemi të moderuar dhe të kujdesshëm. Okej. Në fillim do kapim atë që thesh që shkruar një organizatë e cila na ndihmon neve për të devijuar nga këto. Okej, nëse neve nuk do t'i përdorim këto pajisjet nga
mosha 15 deri 17 vjeç, pse do ishte nevojë investimi, që fundja fundit ai investim vjen nga taksat e prindërve tonë, pse do të vijë ai investim kur nuk është edhe aq i nevojshëm përderisa nuk lejohet nuk mund ta lejojmë përdorimin e telefonave 15 deri 17 vjeç. Mendon se bullizimi ka mbaruar me këto, domethënë që ti zgjat moshën në një email. Nuk mendoj që bullizimi mbaroi, sigurisht. Do vazhdoj shtillimin. Okej, mund të themi që ndalojmë tek rasti i kërcënimit që thënë në klasë është ndaluar. Gjithashtu ne kemi edhe ke grupi jon në rast konkret një vajzë e cila është marrë identiteti i saj dhe është përdorur për kërcënime online dhe ka arritur që të bëhet e madhe në polici, në institucione më të larta, siç është edhe mund të arrijë edhe në gjykatën, duke bërë që kjo mos jetë e nevojshme, nëse ndalim mos jetë e nevojshme që të shkojë në grada që të mëdha. Mund të kapemi edhe përsëri me këto kostot e psikologëve që janë shtuar apo edhe këtyre programeve të cilat janë hapur për moshat e vogla, siç the edhe më parë, nëse neve nuk i përdorim, neve mund të mbesim mas teknologjisë, por derisa shkollat, institucionet e arsimtarisë ose mësimdhënies ka përfshirë një lëndë e cila si tiku që tregon që na mëson neve rreth internetit dhe rreth të ardhmes që mund të përshtatemi internetin, nuk është nevojshme që neve të përmbajmë një pajisje si telefoni, që kryesisht edhe moralisht jemi fëmijë, moshat jemi adoleshentë, cila Atëherë përsa i përket bullizimit, nuk mendoj që bullizimi vjen vetëm nga përdorimi i telefonave, sepse bullizimi vjen nga shokët e klasës, që thotë që ata kanë kontakt fizik në klasë, më pas domethënë është diçka rrjedh dhe nuk është se ndodh vetëm në aspektin e rrjeteve sociale. Dhe mendoj që rrjetet sociale janë shumë të nevojshme për informim rreth aktualitetit, sepse nga interneti, nga rrjetet sociale ne nuk mësojmë vetëm modele të këqija, gjithashtu na nxisin për qenë më produktiv në jetën tonë të përditshme dhe na tregojnë modele të reja se si ne duhet ta jetojmë jetën. Gjithashtu janë dhe një mënyrë shumë e mirë për të komunikuar me të afërmit tanë, sepse domethënë siç thash, prindërit janë ata që kanë përgjegjësi që duhet t'i kufizojnë fëmijët e tyre, prandaj nëpërmjet telefonit ne informojmë ata se ku jemi ose edhe nëse kemi ndonjë problem, ndonjë shqetësim, pra është një mënyrë shumë e mirë. Përsa i përket që thej që rriten kostot sepse janë shtuar psikologët në shkollë, mund të them që pse ne mund të investojmë në një faqe të vetme, e cila do të ketë masa më të rrepta sigurie dhe kjo gjë nuk ka shpenzime të mëdha dhe nuk është e nevojshme që domethënë të shtohen psikologët. Para mësimin që thej na mësojmë për jetën. Nëse na mësojmë për jetën, pse atëherë shkolla aplikuar lëndë si qytetaria apo lëndë si quhet, të cilat na mësojnë se si neve duhet të sillemi në komunitet apo se si duhet të sillemi në jetën e përditshme. Pra këto nuk është gjë e nevojshme që neve të përdorim një pajisje celulare apo një pajisje teknologjike, të cilat na mësojnë neve për jetën, përderisa në shkollë neve na mësojnë për jetën librat apo jo, të cilat kanë edhe horizontin më të madh, na lejojnë që neve të kemi më shumë përfshirje në aktivitete dhe gjëra të ndryshme. Por derisa theme komunikimin me të afërmit, në fillim edhe mund të themi që linja telefonike nuk lejon blerjen e një karte telefonike për persona 9-18 vjeç. Në rregull? Kemi edhe atë që the për faqen që mund të hapim që mund të kufizoj atëherë për ndërtimin e një faqe para duan software, do të blen një HTML, do të krijuar një staf i cili do ta menaxhojë atë faqe, do të kenë update të vazhdueshme, do të pasurohet me update dhe prapa ajo ka një kosto shumë të lartë e cila na çon përsëri se pse duhet ta kemi këtë kosto kur ne shumë lehtë mund ta ndalojmë këtë përdorim tek moshat 15-17 vjeç. Pastaj mund të vazhdojmë edhe përsëri tek abuzimet, tek bullizimi që vazhdon në shkollë. Zakonisht sot bullizimet, siç i dimë dhe neve në rastin e Shqipërisë, kanë vazhduar që nga rrjetet sociale, të cilat janë bërë bullizim ose siç i thujmë neve mim, të cilat kanë ndikuar në persona duke çuar edhe në vetvrasjen, cila ishte si edhe në Saran, rastin që pam para një viti, e
cila vajza ndodhet nga kati i 5 pra për shkak të abuzimit të rrjeteve sociale dhe kjo çon tani vdekja me krahasimin që ti mund të mësosh për jetën është një gjë që nuk krahasohet ose abuzimi dhe shëndeti mendor i cili mund na lë me trauma neve nuk krahasohet me nevojën për neve të mësojmë për jetën kur gjërat basi kemi tek qytetaria në shkollë ose gjërat basi kemi tek jeta e përditshme. Atëherë, për sa i përket pjesës, domethënë të aplikacionit, mund të dijeve, pra në librat, shkolla, qytetaria që përmende, atëherë interneti është plus. Pra ne kemi gjithmonë nevojë për burime shtesë, nuk është e thënë vetëm në shkollë. Plus përvoja personale, po ashtu edhe rrjetet, domethënë jo rrjetet sociale, ndjes, por aplikacionet, pra janë si Wikipedia për shembull ose edhe ChatGPT pavarësisht se ka shumë, unë mendoj që është pozitive sepse mund të themi në thonjza që është një mësues i joni personal që na ndihmon në çdo fushë. Libri na jep ne zhvillimin e mendimit kritik, ndërsa teknologjia na zgjeron botkuptimin dhe aktualitetin, na mundson që ne të jemi në të njëjtin hap me botën moderne. Për sa i përket mund të them që problemi unë mendoj që nuk është telefoni, nuk janë rrjetet sociale, por mendoj që jemi vetëm ne, jemi vetë ne, sepse ne nuk dimë se si t'i përdorim, dimë që t'i shpërdorojmë ato dhe t'i përdorim për qëllime të këqija. Pikërisht pra prandaj nuk të lejohemi të ushtrojmë në rrjetet sociale veprimtarinë tonë nga mosha 15 deri në 17 vjeç në këtë moshë. Siç the edhe ti për krykimtarinë që mund të na shtojnë apo jo, librat në shkolla janë bërë burime të cilat janë shkruar nga njerëz, janë certifikuar nga institucione të cilat janë të verifikueshme dhe kanë informacion të duhur për moshën që ke apo jo. Duke bërë që edhe të vazhdojë edhe lërja pas e studimeve për shkak të përdorimit të rrjeteve sociale në masë dhe aparimin në ato rrjete. Pra kemi edhe siç e the edhe ti, prap kemi që neve nuk dim t'i përdorim. Neve nuk dim t'i përdorim, mund t'i japsh një zgjidhje që mund t'jetë të krijojmë një institucion i cili të mësojë individët ose personat, qytetarët të përdorin rrjetet sociale ose t'i përdorin ato me kufizim. Pra, unë mendoj që është e kundër përsëri kjo do t'i kishte një kosto prapë që do merren nga taksa e prindërve tonë, të afërmëve tonë, e cila do të ndikonte dhe fundja fundit nuk është një gjë e domosdoshme që neve të krijojmë një institucion i cili na edukojë neve si të përdorim rrjetet sociale apo jo, edhe të krijojë një kosto të lartë e cila do të krijonte edhe pabarazinë atë apo jo. Pikërisht për pabarazia është po. Mirë, faleminderit të dy liderave, të skuadrave, gjithashtu edhe të gjithë anëtarëve që bën të mundur realizimin e këtij debati. Ky është momenti që juria të diskutojë me njëri tjetrin për të marrë edhe vlerësimin. Keni parasysh që në këtë fazë nuk ka të eliminuar, ka vetëm një pikëzim i cili ju jep të drejtën për të kualifikuar apo jo në 16 skuadrat më të mira të këtij edicioni. Do t'ju ftoja të dalim pak për jashtë pa bërë zhurmë në mënyrë që edhe juria të bëjë vlerësim.
Do japim të drejtën e fjalës jurist tani, e cila do të bëjë disa komente, sugjerime, këshilla për atë çfarë ndoqëm, për performancën tuaj, si në grup, ashtu edhe në nivel lideri. Dhe së fundmi të zbulojmë edhe pikët. Fjala për ju. Faleminderit Niku. Së pari përgëzime për të dyja skuadrat për iniciativën për të qenë pjesë e një formati të tillë. Jam e sigurt që sidomos për ata që e kishin për herë të parë nuk ka qenë një gjë e lehtë për të menaxhuar emocionalisht, por uroj që t'ju ketë lënë përshtypjet më të mira dhe t'ju ketë dhënë vrullin për të marrë pjesë akoma më shumë në formate të këtij lloji. Patjetër ne kishim kënaqësi t'ju dëgjonim të qenurit teknik mbi temën. Ai sa ishte kënaqësi të dëgjonim dhe pak nga kreativiteti juaj mbi argumentet që prezantonit secili në mënyrë individuale dhe patjetër mbi mënyrën se si replikonit me njëri tjetrin. Thënë këtë, hapësirë për perfeksionim ka temase shumë dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse tregon që jeni të rinj dhe keni të rrugtimin përpara për të bërë akoma më të mirë se ç'jeni tani. Do ju sugjeroja që me formatin të ambientoheni pak më shumë me nivelin e menaxhimit të kohës, me mënyrën e mbajtjes së mikrofonit, me referimin në lexim përkundrejt referencës apo referatit me gojë. Pjesën e etikës, mënyrën se si drejtohemi personave që kemi përballë do të ishte shumë e rëndësishme për ta le të themi skalitur pak më mirë tek vetja që t'ju vidi si dhe më e natyrshme dhe t'ju bëhet kulturë debati në fund të ditës. Thënë këtë, gjëja që mua më ka impresionuar më shumë te secili prej jush është patjetër elokuenca. Sidomos tek tema teknike, tema e parë që jeni parapërgatitur, kam vënë re te disa elementë që keni përfituar shumë mirë fjalorin specifik dhe keni jetësuar dhe keni bërë t'ju përkulet mendimit që keni pasur ju përkundrejt asaj që keni lexuar, kështu që për këtë ju përgëzoj dhe sugjeroj shumë që të vijoni ta ndiqni. Po ju bëj një sugjerim juristësh tek tema e parë, të keni parasysh që ne në fakt kemi edhe një ligj që rregullon mënyrën se si ushtrohen të drejtat tona në aksesin në shërbime digjitale dhe do kisha dashur në fakt që ndoshta të ishit updateuar disi me faktin që edhe pse ne kemi jetësuar platformën kryesore që është Albania, sërish institucionet në fakt janë të detyruara që të ofrojnë përmes një njësie shërbimi të specifikuar të tyre, të specializuar të themi, shërbimin fizik për personat që nuk e kanë dot të aksesueshëm internetin. Dhe shumë e rëndësishme për ta ditur këtë, përkundrejt argumentit që mund të keni për kancelarit apo le të themi kthimi në përfitim të shërbimeve të këtij lloji. Thënë këtë dhe një herë shumë përgëzime të dyja skuadrave dhe uroj t'ju shohim të dyja ekipeve sërish. Mirë, unë ndoshta do i bie pak më shkurt. Dua t'ju falenderoj dhe përgëzoj për gjithë përgatitjet që keni bërë. Më pëlqeu shumë puna në grup që ju bët me njëri tjetrin dhe dukeshit tamam si një skuadër që ndihmoni njëri tjetrin dhe për përformuar sa më mirë në nivel skuadre. Shpresoj që në të ardhmen të shohim persona nga ju që janë debate më gjëra dhe që janë folës publik shumë mirë, sepse besoj që gjithë e keni kapacitetin për të arritur diçka të tillë. Do doja të bëja si koment për një përmirësim të shtjellimit të tematikës. Në të dyja skuadra do doja të qihja se si digitalizimi lidhet më mirë me efikasitetin në ekonominë çakulluese dhe si pastaj bëhet mund të ndikojë në përjashtimin social. Kështu do doja të kishte një lidhje të këtyre tre komponentëve në mënyrë më të mirë dhe më logjike. Kam bërë shënimet e mia që do vlerësoja nga të dyja skuadrat një lloj respekti më të mirë për skuadrën tjetër, duke thënë për shembull faleminderit për komentin ose vlerësoj argumentin që ju dhat, por në të kundërt unë do jepja një kundër argument të tillë, kështu që do doja të ishte më empatike e gjithë përballë, pavarësisht se është një konkurrim, do vlerësoja që të ishte pak më empatike dhe më smooth pjesa e komunikimit ndërmjet jush. Dhe tek njëra nga skuadra që ndoshta do të ketë pikë më të larta, kam vlerësuar vetbesimin edhe elokuencën edhe mënyrën se sa bindse u duken qoftë në gjuhën e trupit, qoftë në mënyrën se si e përcollën mesazhin e tyre. Faleminderit. Atëherë, duke u dashur që
të mos ju marrë shumë kohë, se e kuptoj që tani keni emocione dhe do doni shumë të merrni pikët. Unë do t'ju jepja vetëm një sugjerim të vogël, të punoni pak më fort për temën që ju jepet, të mundoni të jeni më konstant tek argumenti që sillni dhe mbi të gjitha, në momentin që ju jepet një kundër argument, të mundoni të përqendroni dhe të kundër përgjigjeni me atë çfarë thot kundërshtari, që është shumë e rëndësishme. Patëm një moment të vogël kur njëra nga vajzat bëri një lapsus dhe skuadra tjetër nuk arriti ta kapte dhe mund të ishte bërë një argument shumë i mirë mbi atë lapsus që ndodhi. Gjithsesi, unë ju uroj shumë suksese, faleminderit të dyja zyshave për punën e mirë që keni bërë dhe pikët për ditën e sotme janë Shote Galica 180 pikë, Shkolla Skënderbeu 189 pikë. Urime, suksese. Mirë, faleminderit të dyja skuadrave, faleminderit për atë çfarë na sollët edhe për këtë një orar shumë kualitativ do të unë, por ajo çfarë unë do t'ju këshilloja që të punoni pak më shumë. Aroldi tha duhet të jetë pak më smooth. Ndoshta do t'i evitoja këto shprehjet në gjuhë tjetër sepse është një nga kriteret që ne sugjerojmë dhe këshillojmë më së tepërti në format, duhet jeni pak më të natyrshëm mbi atë çfarë jeni duke bërë. Në fund të ditës, përdorimi i celularit tek mosha juaj është diçka që ndodh dhe kush më mirë se sa ju vetë e di nevojën apo edhe anët, aspektet negative të përdorimit apo jo të telefonit. Në shkollë duhet jeni më praktik, ku ta di unë, më ju. Domethënë duhet jeni pak më vetvetja, hiqini ato çfarë keni mësuar apo ku ta di unë informacionin që ja u kalon dikush, përqendroni tek ajo çfarë ju doni të thoni. Besoj që kjo do t'ju jepte më së shumti pikë përsa i takon debatit dytë. Por megjithatë, kemi një rezultat, kemi pikë, kampionati vazhdon, sapo ka filluar, kemi bërë vetëm 5 debate në Tiranë dhe ky është i 6-ti, kështu që kampionatit nuk i diet asnjëherë dhe mund të ju shohim edhe në vazhdimsi, sikurse ka ndodhur, sepse kanë qenë shkolla që kanë treguar që mund të jenë deri në 16 vjeç, apo jo. Shumë suksese. Faleminderit.